Mesfushori i Shqipërisë Julian Shehu ka shënuar një tjetër gol në kampionatin polak me fanellën e Widzew Łódź. Në minutën 73 të sfidës, ai tundi rrjetën duke rikthyer Baraspeshën, e cila nuk zgjati shumë për shkak se Korona Kielce kaloi sërish në avantazh. Duket se kombëtarja i ka sjell fat 26 vjeçarit, i cili po kalon një moment të artë në karrierë. Ky ishte goli i katërt në 25 ndeshjet e aktivizuara në kampionat për Shehun, i cili është shndërruar në një nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës polake. Julian Shehu po jeton një ëndër. Risia Silvinios për kualifikuesit e Potrorit debutoi si titular në takimin e dytë kundër Andorrës dhe prej atëherë përmerr vëmendjen kryesore të Widzew Łódź, klubi polak ku ai luan. Golat në dy takimet e fundit të kampionatit polak ku janë korrur fitore tregojnë impaktin që kombëtarja pati te mesfushori që shihet qartë se ajo mbëlesht me topin. Nga emrat e rrallë që kombëtarja i ka si produkt të kampionatit shqiptar, 26 vjeçari vjen me një intervistë enkas për Panorama Sport, nga dëmtimi i rënd në sezonin e kaluar që e la për shumë kohë jashtë fushave, tek emocionet e aktualit. Sigurisht që nuk mund të mungonte edhe një koment për Laçin ku fitoi emër në futbollin shqiptar. Shehu ka dhënë edhe një koment për ndeshjen që kombëtarja shqiptare do të luajë në muajin qershor, atë me Serbinë. Tashmë një lojtar i kombëtares, si ndiheni? Është ndjesi shumë e bukur të jesh pjesë e kombëtares dhe të përfaqësosh kombin tënd. Ndihem shumë krenar për këtë gjë. Ftesa e Shqipërisë dhe besimi nga Silvinio për të marrë minuta që në grumbullimin e parë, emocionet ishin të mëdha që nga momenti që mora ftesën deri te debutimi nga minuta e parë kundër Andorrës. E kam thënë dhe më parë, për mua është një ëndër e bërë realitet, padyshim ato ishin nga ditët më të bukura të jetës sime. Trajneri brazilian tregoi besim te ju, do një fjalë që mund ta zbuloni në bisedë me ta pas ndeshjes. Nuk pata një bisedë private me trajnerin pas ndeshjes, besoj ishte i kënaqur me performancën time, por mund të them se i përgëzoi të gjithë lojtarët pa përjashtim. Kush nga shokët e skuadrës të ka qëndruar më pranë në grumbullimin e parë? Më shumë kam qëndruar me Sherrin, Muçin dhe Brojën sepse i kam njohur kohë më parë, por të gjithë çunat më pritën shumë mirë. Deri ku mendoni se mund të shkoni në këto kualifikuese? Shqipëria ka një ëndër e cila është Potrori dhe ne do të luftojmë deri në momentin e fundit për ta bërë këtë ëndër realitet. Një pjesë ka filluar të flasë për ndeshjen me Serbinë, çfarë duhet të presin tifozët? Serbia është ekip i fortë dhe lojtar me kualitet të lartë, por nuk më pëlqen të veçoj emra. Duhet të përgatitemi për të fituar kundër Serbisë dhe të festojmë bashkë me tifozët tanë. Nga dëmtimi i sezonit të kaluar të rifitimi vendit të titularit si ka qenë kjo periudhë për ju. Sezoni i kaluar ishte më i vështirë në karrierën time. Kalova një dëmtim të rënd, por që u riktheva shumë shpejt dhe për këtë dua të falenderoj familjen time që i kisha afër dhe padyshim çdo njeri që kam punuar për të rikthyer sa më shpejt. Më pas, ky sezon nisi shumë mirë dhe shpresoj të përfundoj në të njëjtën mënyrë. Me Widzew Łódź gjetët goli në fitoren e fundit, si po shkon sezonit personal të cilat janë objektivat e klubit. Jam shumë i lumtur që arrita të shënoj në ndeshjen e fundit e që ndihmova ekipin të marrë fitoren. Në aspektin personal po kaloj një nga momentet më të mira në karrierë, për të mos thënë momentin më të mirë. Kemi dhe 7 ndeshje dhe jam totalisht i fokusuar për të bërë më të mirën time. Kaluam një periudhë të vështirë në fillimin e fazës së dytë, por që tani jemi rikthyer te rezultatet pozitive dhe shpresoj të vazhdojmë kështu. Sa e vështirë është të luash jashtë vendit, nga vjen mbështetja juaj më e madhe. Fillimet janë pak të vështira, kërkon pak kohë të ambientohesh me njerëzit, me kulturën dhe me stilin e futbollit. Patyshim mbështetja më e madhe janë familjarët dhe rrethi i ngushtë. Kontrata juaj është me opsion rinovimi në Poloni, është aktivizuar si opsion. Çfarë mund të zbuloni për të ardhmen? Po, i kam plotësuar minutat për aktivizimin e opsionit, gjithçka është e hapur me këtë pjesë po merren agjentët e mi, jam i fokusuar maksimalisht vetëm te stërvitjet të ndeshjet. E keni ndjekur kampionatin shqiptar? Si mendoni se Laçi mund ta kalojë këtë moment të vështirë? Po kampion, kush shpallet? E kam ndjekur sa herë kam pasur mundësi, Laçi jam i bindur që do e kalojë këtë situatë. E njoh mirë mënyrën si punohet në Laçi dhe jam i bindur që do e kalojnë këtë moment. Mendoj se gara për kampion është e hapur, të 4 ekipet që janë në Final Four janë shumë të fortë dhe diferencat janë të vogla, kështu që ta fitoj kush ta meritoj në fund të kampionatit.